Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka përqendruar mesazhin e tij të radhës të protestave qytetare, duke deklaruar se ajo po fiton mbështetje në rritje në nivel ndërkombëtar. Gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët në rrjetet sociale, Berisha u shpreh se lëvizja e protestuesve po tërhiq vëmendjen dhe solidaritetin e forcave politike europiane, si edhe të qytetarëve të vendeve demokratike, duke e cilësuar atë një zhvillim me rëndësi për opozitën. Mund të them se kjo kryengritje po gjen mbështetje të gjerë në të gjithë spektrin politik europian, por dhe qytetarët e vendeve të lira të Europës. Berisha deklaroi se opozita do të dorëzojë së shpejti në prokurori një kallëzim penal mbi atë që ai e cilësoi si librin e kuq të Edi Ramës, The Albanian Files. Përfaqësuesit e protestës e kanë dorëzuar në prokurori akuzën e tyre, grupi parlamentar i Partisë Demokratike do ta dorëzojë së shpejti, por në prokurori një akt akuzë mbi të gjitha veprat penale të kësaj dosje. Deklaratat e tij, kreu i demokratëve ju rikthye edhe debatet për fondet e përdorura nga qeveria për organizimin e koncertit të artistit Kanye West. Në asnjë rrethant dhe në asnjë rast, një koncerti privat nuk mund të jepeshin parat e emergjencave të një vendi apo parat e rezervës së Këshillit të Ministrave. Këtë e bën vetëm ai që nuk pyet për kushtetut, vetëm ai që nuk ka asnjë interes të shtetit ligjor apo interes kombëtar, ka vetëm interesa personale. Me një grush servil është inkriminuar ministra, të cilët s'duhet pranonin kur të bëshin bashkautor në këtë krim. Berisha komentoi gjithashtu kablogramin e Departamentit Amerikan të Shtetit, e cila u është dërguar ambasadave amerikane për mbledhjen e informacionit mbi grupet e ekstremizmit të majt. Se ekstremizmi i majt është një nga rreziqet më madhore të kohës. Dhe ato, si në Shqipëri dhe kudo që janë, përbëjnë një rrezik dhe kërcënim serioz për demokracinë, paqen në këto vende.